problematik lidhur me këtë gjë. Po shkutimisht e vërtet, ndodhemi në një ditë para në shumë të vitit, sot data shënon 30 dhjetor 2021, një nga shqetësimet më të shumta që kemi pasur dhe pyetjet që janë adresuar Albania TV nga bashkëtarët tanë, është shqetësimi i tyre rreth mundësisë së udhëtimit drejt Shqipërisë. Siç e dihet, ka qenë një traditë e hershme, kjo vjen për faktin se Greqia ka pasur të pamundur dobësi të administratës për të pajisur në kohë me leje qëndrimi migrantët, përpasoj janë pajisur dikur me vërtetimin blu, pra me bleve veusi, sot me një vërtetim të bardhë, formular aplikimi që lëshohet automatikisht nga sistemi kur aplikon qytetari i vendit të tretë për të pajisur me leje qëndrimi. Mirë po, ky vërtetim në thonjza, edhe pse nuk ka datë skatimi, zakonisht ka kufizime në mënyrën në mundësinë e lëvizjeve, pra të udhëtimeve, kryesisht për në vendin e origjinës. Dhe për këtë, shteti grek, kryesisht Ministria e Brendshme, që është organi kompetent, nxjerr një qarkore në fund të vitit ose në ditët e fundit të vitit për të dhënë mundësinë dhe për të informuar autoritetet doganore që këta qytetarë të vendit të tjetër, pra emigrantët, udhtojnë pa pengesa drejt vendit të origjinës. Aktualisht kemi publikim në fitoren zyrtare të një vendimi të tillë, pra siç pritej, dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë bashkëtarët tanë që na ndjekin në këto momente dhe që kanë adresuar tek ne shqetësimin e tyre nëse mund të udhtojnë apo jo. Fatmirësisht po mund të udhtojnë pa si problem. Ky dokument, pra ky vendim hyn në fuqi në 1 janar 2026 dhe vlen deri në 31 dhjetor 2026, pra ka mbulon plot një vit të tërë dhe përfshin kujdes jo të gjitha kategoritë, por disa kategori më specifike. Konkretisht, përfshin sigurisht ata bashkëdhetarë të cilëve u ka mbaruar leja e qëndrimit, kanë aplikuar për ta rinovuar dhe posedojnë një vërtetim aplikimi, qoftë me fotografi apo pa fotografi, si dhe për kategorinë e emigrantëve të cilët kanë idhiki vevësi, pra vërtetimin special, sepse ka disa emigrantë që posedojnë një dokument tillë, të cilët përfshin disa kategori, qofshin këta emigrantë të cilët kanë vojë një dënim administrativ apo penal dhe kanë një vendim të gjykatës dhe kanë prezencë në rrjetet policore, por ka një kategori shumë tjetër që është e madhe, e shumë në numër, të cilët e kanë humbur lejen e qëndrimit dhe kanë apeluar vendimin e gjykatë administratës, pra të drejtorisë decentralizuar dhe departamentit të migracionit, dhe prej aty gjykata ka pranuar aplikimin e tyre, pra ankimin e tyre, dhe administrata greke, drejtoria e decentralizuar departamentit të migracionit ka pajisur me një vërtetim specifik. Pra të gjitha persona mund të udhtojnë drejt vendit të origjinës dhe të kthehen pra konkretisht një qytetar shqiptar mund të udhtojë drejt Shqipërisë sa herë ai mund të dojë, pra në bazë të preferencës së tij, por kujdes pa të kaluar afatat që parashikohen në ligj. Dhe ajo që duhet theksuar, mendoj është e rëndësishme, është fakti që duhet kenë kujdes sepse me këto vërtime nuk u thon dot në vendet Schengen apo në vendet të treta, apo kryesisht në BE apo motej, sepse nuk njihet ky dokument. Pra ky dokument njihet vetëm nga autoritetet greke dhe janë informuar vendet e origjinës, që do të thotë një qytetar shqiptar mund të thojë drejt Shqipërisë dhe Anasjetas, një qytetar Bangladesh drejt Bangladesh dhe Anasjetas, një qytetar turk drejt Turqisë dhe Anasjetas, një qytetar egjiptian drejt Egjiptit dhe Anasjetas, pra vetëm në vendin e origjinës. Pra edhe ka këtë afat që themi me ose bar, ka një afat skadimi apo jo? Përdesa duhet që kjo qarkore, apo jo? Të sqarojmë dhe të bëjmë të ditur për gjithë bashkëtarët, sepse qarkullon një dizinformim apo një keq informim më saktë lidhur me vlefshmërinë e vërtetimit të bardhë. Vërtetimi i bardhë nuk ka datë skadence, unë e them më herët. Pra, kjo vjen për faktin sepse duke patur pamundësi vetë administrata greke për të dhënë në kohë lejen e qëndrimit, i jepim dokument i cili nuk ka datë skatimi. Mirpo, në Greqi ka një ligj i dekadave të shkuara ku thot një dokument zyrtar i lëshuar nga një institucion shtetëror, pra grek, ky dokument nuk mund të vlejë më shumë se një vit, pra duhet të rinovuar çdo një vit. Ndaj dhe platforma e emigracionit të jep mundësinë që mbasi kalon afati kohor i një viti, mund të bëhet një aplikim dhe të shkarkohet përsëri nga para leja e qëndrimit ose ky vërtetim dhe duket poshtë. Sigurisht nuk ndryshojnë data aplikimi dhe të dhënat e individit, por ndryshon vetëm
dita e zbritjes së vërtetimit. Pra, ky është diferenca e ndryshimi i vërtetimit të bardhë që thon pasëm sa flitet gjerë për vlefshmërinë e një veçare. Siç e dim, shumë bashkëtarë nuk kanë informacionet e kanë udhëtuar me vërtetime të vjetra, vërtetime të cilët janë lëshuar vitin 2022, 23 apo 24 dhe autoritetet greke të cilët gjatë kontrollit kur kanë bërë vërtetimin në sistem kanë konfirmuar se ky vërtetim është i saktë që rregull, edhe pse i ka skaduar në thonjza pra ai afati një veçar, sepse nuk ka skaduar faktikisht, është në lëshmëri dhe kanë lejuar mundësinë e hyrjes daleve. Pengesa zakonisht haset në disa institucione greke, që janë të private që janë bankat zakonisht, për arsyet që ka të bëjë me keq interpretimin e ligjit apo më tepër këto institucione krijojnë pengesa për arsye të tjera. Mundi pra kjo qarkore është nxjerrë nga Ministria e Punës së Brendshme të Greqisë, apo jo? Jo nga Ministria e Emigracionit. Kjo qarkore ka dalë nga Ministria e Brendshme, ose më saktë nga Ministria e Kujdesit të Qytetarit, thënë shqip, dhe është i firmosur nga vetë ministri zoti Mihali Krishkoridis, siç e shikoni dhe në fletore dhe në FEK, pra në fletorën zyrtare, poshtë mban firmën e vet sepse është një dokument i cili ka një rëndësi shumë specifike dhe duhet të i ketë firmën e titullarit të institucionit përkatës, i cili autorizon sigurisht, siç e thamë më herët, institucionet greke dhe kryesisht pika doganore ku është hyrja dhe dalja me qëllim që të mundsohet lehtësimi dhe hyrja dhe dalje të qytetarëve që udhtojnë për në vend të origjinës. Mundi pra kjo qarkore del çdo fund viti, apo jo? Dhe nuk mbylli. Kemi ndonjë numër afërsisht sa janë me karnevalusi afërsisht, sepse ka një numër. Është shumë interesante për ndarje me bashkëtarët. Faktikisht, për te shifrave të ftohta, është ajo pyetje që, siç e them më herët, një mendje shëndetshme apo vetë do lind pyetja pse tani ky vendim. Unë e thash edhe më herët, Greqia ka pranuar zyrtarisht që hapur dhe administrata vetë që sistemi është i ngadalë, ka shumë volum pune, ka një ngarkesë, ka mungesë personeli të cilët nuk arrin në kohë të shfrytojnë volumin e kërkesave dhe ky vendim vjen në ndihmë të administratës dhe kryesisht të doganave për të lehtësuar kalimin, sepse në të kundërt do krijojë një kolaps, siç e dimë, që do të ishte e pamundur për të shërbyer. Konkretisht lidhur me pyetjen sa emigrant aktualisht, sa qytetarë të vendit treta posedojnë një vërtetim të tillë, mjafton të përmendim faktin e ftohtë që është i pa kontestueshëm. Aktualisht në Greqi janë rreth 500.000 emigrantë ligjshëm, pra plus minus, është një shifër që ka luhatet, ku prej të cilëve të paktën 55-60% prej tyre posedojnë një vërtetim aplikimi. Pra do të thotë më shumë se gjysma e tyre janë me një dokument të bardhë, një dokument thënë thjesht një vërtetim aplikimi dhe kjo rëndon së tepër me të gjithë procedurën nga administrata greke dhe lëvizjen. Kjo vjen për faktin sepse ende nuk ka një zgjidhje fatkeqësisht nga administrata greke, vazhdon ky kalvar prej 3 dekadash, urojmë dhe shpresojmë duke u bazuar dhe ke deklaratat e ministrit të emigracionit, i cili pak kohë më pa deklaroi në parlament se po punohet në një ligj i cili ka kaluar në kabinet qeveritar, është miratuar, pritet së shpejt të kalojë në Komisionin e Shqyrtimit të çështjeve sociale, që është organi kompetent në të rast për të bërë i hapur dhe për publikun, ku aty, siç e kemi thënë dhe në emisionin e kaluar, do të jepet mundësia që lejet e qëndrimit të kalojnë një kohë, pra të rinovohen një kohë shumë të shkurtër, për llogaritjet duke u bazuar tek parametrat europiane që afati kohor është 3 deri në 6 muaj maksimumi, kjo në bazë specifikave dhe problemit ka gjithë secili, dhe kjo do të bënte mundësimin e lehtësim procedurave dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti që lejet nuk do dalin më të skanduara, por do dalin me datën e vlefshmërisë që nga momenti i miratimit të saj dhe jo nga dhe nuk do merret përballë data e aplikimit, që do thotë nëse shpëtimi apo Sandre ka aplikuar në vitin 2022 dhe pret marrjen e qendrimit, aktualisht i bie që ta marrë të skaduar, nuk do e marrë të skaduar, do e marrë me vlefshmëri nga momenti i miratimit dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe një lehtësim për gjithë administratën. Mundi dhe fundit, kjo qarkore penalizon apo ndihmon emigrantit?
drejt për drejti e lehtëson sepse u jep mundësinë e shpejt që të udhtojnë për në vendlindjen, për të festuar, për të qenë pranë të afërm me tyre dhe ku ka më mirë si shqiptarët që ne jemi tradicional dhe vim nga një traditë e kahershme, ku familjen e kemi një socion të shenjtë, sigurisht rrjeti i ngushtë, miqësia, festojmë dhe kremtojmë afërme, urojmë, pra është një gjë e mirë, por nga ana tjetër është një lehtësim më shumë për anën e administratës greke sa është një lehtësim për emigrantët, sepse në fund të fundit një emigrant sot faktikisht nuk duhet ishte emigrant në kuptimin e mirë të fjalës, sepse nëse marrim shpëtimin apo Sandrin apo Edmondin, të cilët kanë 30 ditë në Greqi, fëmijët e tyre nuk janë më emigrant, janë fëmijë me pasaporta greke, dikush ka udhëtuar në Londër për me studime, dikush në Amerikë, dikush në Berlin apo dikush në Paris, pra nuk ka mundësi të shkojë të vizitoj apo të festoj me fëmijët fatkeqësisht sepse nuk ka leje qendrimi. Pra në këtë aspekt kjo nuk e ndihmon, por thjesht ndihmon administratën greke. Gjithsesi është një lajm i mirë, që duhet përshëndetur dhe me këtë rast edhe një herë ju urojmë bashkëtarët që kanë udhtim të këndshëm të shkojnë në vendlindje, të festojnë dhe të kalojnë sa më bukur dhe ju urojmë atyre gëzuar vitin e ri, një vit të mbarë dhe të begat.